Numri i italianëve që largohen nga vendi i tyre dhe i të huajve që hynë ka arritur në nivelin më të lartë në një dekadë, treguan të dhënat zyrtare duke nxitur shqetësime në lidhje me ikjen e trurit, rënien ekonomike dhe imigracionin. Italia ka një qeveri të krahut të djathtë të zgjedhur në vitin 2022 me një premtim për të frenuar mbërritjet e migrantëve, por gjithashtu ka një popullsinë të kurrë dhe mungesë në rritje të fuqisë punëtore, çka thekson nevojën për të tërhequr punëtor të huaj. Ndërkohë ekonomia e vendit në stagnacion dhe pagat e ulta në nivelet e vitit 1990, në terma të rregullta nga inflacioni, janë fajsuar për shtyrjen e shumë italianëve drejt kërkimit të një fati më të mirë jashtë vendit. Vitin e kaluar, 382.071 të huaj hyn në Itali, nga 378.372, që ishte kjo shifër në vitin 2023, tha agjencia e statistikave Istat. Në të njëjtën periudhë emigruan 155.732 italianë, nga 114.057, që ishte shifra në vitin 2023. Sipas të dhënave të Istat, ukrainasit përbëjnë grupin më të madh kombëtar mes të huajve të ardhur në Itali në vitet 2023-2024, të ndjekur nga shqiptarët, bangladeshasit, marokenët, rumunët, egjiptianët, pakistanezët, argjentinasit dhe tunizianët. Agjencia thot gjithashtu se jugu më i varfër i Italisë po vazhdon të shpopullohet, me pothuajse 1% të banorëve në Kalabri, rajoni me të ardhurat më të ulta për frym, që u zhvendosin në zonat qendrore ose veriore gjatë viteve 2023-2024.